Përshëndetje, Gza. Edhe me faleminderit shumë që pranove pjesën e emisionit Zarogas. Faleminderit gjithashtu për thirrjen. Tash është me përshkru mas miri është si mbas meje, mbas eksperiencës teme, është ma shtirë me dëpërtu se ka shumë newcomers. Qa është mas zurti, është me thonë. Po vështirësi tjera në cilat ke hasë dhe ti vetë personalisht. Më planifiku pak krejt, se ka njëherë nuk shkojnë planet krejt që shki qef, edhe dhe të me pas si spontan do plane, si plan B, të qysh ona është qatu. Të krejt ka pak. Të rritë qëtash këm bashkë pënu me Massive Production, është me Granit Gashën këm pënu ma shumë të rritë qëtash, edhe qatu e më konë të rritë qëtash. Po jam safe, se ju. Me provu dikun tjetër, me këqyrë diçka tjetër, është nice me provu. S'kom gjithë një herë një menagement se po du ma spore me këqyrë vetë qësha, se më halon fillim të karierës, edhe me provu vetë me forcat mija, se zdi kam një ndjenë që muj diçka vetë me arrit. Problemi është që pjallojnë do limite, që kom një unë deri tash, që shpiti dhe vetë që janë, ka do limite pi spilojnë të sene mi bo, janë, si me thonë, si një granit spjallojnë, ma shtasojnë s'gëzojnë të na diçka vetë me bo. Për shembo, tash, s'kam diçka konkretisht për shkështu që kom po deri qëtash që spjallojnë lirin. Me Massive Production gati 4 vite më bo, po, 4 vite. Me Granitin s'këm pas të tash kërë probleme, e gjithë më ka për krah, gjithë më kam për mua atë, edhe më ka respektu totalisht, kështu ta manë puna bashkë kemi pas mirë, s'ka pas nëj, se më thonë tash, nëj keq këptim, s'ka pas. Se nuk më isha shumë me dëpërtu për atë jetë, edhe s'kom pas shumë kohë më mirë vesh me muzikë për shembull, s'kur tash kam ma shumë kohë, po i ma mirë me dëpërtu, jam direkt in the circle që shqipjen, edhe është ma letë për mu. Jo, në qëto ku më lejtë, s'ku me shku mas pari. Një bashkëpunim në herë s'kam, bështë të menu jam. Po, të menu jam me bo një bashkëpunim, a mu diçka konkretisht s'kam hala jo. Me dëshirë, pytje e mira, me bardhën kisha pas qef, po. Më pëlqen stili ti, muzika ti, më pëlqen që shkruan është në anën e lyriksit është shumë i mirë. Faleminderit shumë. Thanks for having me.